Edhe në pak nështë ta kum kalu në esrana, se kum kalu më, se di edhe në pak, avdin. Edhe okej, unë jem në rregull. Mu së më pengon fokë, që dish asë një pikë. Jo. Edhe desha me bollu më apet edhe me ty. Edhe nëse ti me ndonë që une jemi këtë farë punë me të prishtu me mirin, Gimbo, dëgjo, kam një vigilencë, kam një telepati edhe një... është dhurat nga Zoti, nuk është se e kam unë edhe ta bërtas, unë e kam. Dhe kam një instinkt që më funksionon shumë mirë. Që? Një instinkt që më funksionon shumë mirë. Unë rrezikun e ndjej. Nëse është një gjë që rrezik, ose nëse nuk është një gjë e sinqert, unë s'jam budallaqe. Kupton? Ndoshta edhe se jam kaq e zgjut, po ja fus kot. Por mendoj përgjithsisht më ka dalë, kështu se unë mendoj që jam. Kështu jo s'ka lidhje, s'kam fut. Unë prandaj thash nuk e di ku t'ja thash. Unë me Gimon akoma s'kam bërë një bisedë loje. Po loj, po ti ta llove. Kur jam unë dhe ti, se normalisht kur janë tjerë, aty e di që gjithë kur na nuk e qelën një sasi muhabeti. Se kur me ty një sasi muhabeti s'm ka qenë, se kom qenë. E nëse kisha qelën një sasi muhabeti me ty, kesh unë e dyshimt. A janë di unë siklet që e thonë shpesh në përshpi se ti, se me Gimbo, prandaj, ti përrin afer, se kështu, se ashtu, unë dijem keq se nëse unë ka marrë nga dita një ti sa po ke ardhë, kupton, ndoshta kjo gjëja mund të të marrë për mirë, ndoshta kjo gjëja mund të të marrë për keq, puna jote dhe nuk dua të ndikoj. Dhe nëse e ke vënë re, bëhet fjalë që ngacmoj me fjalë kështu, Gimbo, kam lënë vetëm u përgjigj.